Pensionet, shqetësimi më i madh për shqiptarët, janë më të kënaqurit me ekonominë, por në të gjithë rajonin shqiptarët janë më të kënaqurit me ekonominë tyre, sipas një raporti të Këshillit të Bashkëpunimit Rajonal RCC, gati 31% e shqiptarëve të pyetur shprehen se janë shumë të kënaqur, ndjekur nga Kosova me 29%, ndërsa serbët dhe bosnjakët kanë nivelin më të ulët të kënaqësisë ndaj ekonomisë së tyre. Pas një rritje të ndjeshme të pakënaqësisë në vitin 2022, numri i qytetarëve të pakënaqur me ekonomi rezulton të ketë rënë në 44.7% nga 58% që ishte më parë. Në 2025, shqetësimet më të mëdha në të gjithë Ballkanin Perëndimor lidhen me kushtet ekonomike, duke nisur në radhë të parë me koston e lartë jetesës në inflacionin, pasuar nga shqetësimet mbi pagat, pensionet dhe nivelet e taksave, të cilët ushtrojnë presion mbi të ardhurat e familjeve. Në Shqipëri dhe Maqedoninë e Veriut, to shqetësime janë shumë të theksuara. Shqetësimi më i madh për shqiptarët raportohet të jenë pensionet, ndërsa për qytetarët e Maqedonisë së Veriut, inflacioni dhe kostoja e jetesës mbeten problemet kryesore. Megjithse mund të duket kontradiktore me faktin se shprehemi më të kënaqurit me ekonominë, Shqipëria raporton edhe nivelin më të lartë të pasigurisë financiare në vitin 2025, me 54.5% të shqiptarëve të pyetur që deklarojnë se nuk mund të ambulojnë një shpenzim të papritur prej afërsisht 1.000 euro pa marrë hua ose pa u mbështetur tek të tjerët, një rritje lehtë nga 53.3% që ishte në vitin 2024. Edhe Maqedonia e Veriut tregon një nivel të ngjashëm me gati gjysmën e qytetarëve të paaft për të menaxhuar një kosto të tillë emergjente në vitin 2025. Po ashtu shqiptarët nuk janë në gjendje të shpenzojnë para për veten e tyre çdo javë, me 40.5% të anketuarve shkalla më lart në rajon. Nga ana tjetër, Shqipëria raportoi edhe numrin më të lartë të njerëzve që deklaruan se nuk kishin mundësi të dilnin me miqt ose familjen çdo muaj.